Dakord. Tek të ndryshmet nuk keni kërkesa? Se pastaj, mbasi marrohet, thuhet që jo kam një kërkesë, jo një tjetër. T'lutem. Po, Lauren. Po. Ndize aty të aja. Provoje tani? Tani po. Të ndryshmet kam disa kërkesa. Po. Fillo. Të ndryshmet, mbasi më rendit ditës, po them. O Lauren, 100 herë kam thënë që bëhet kërkesa në fillim mbledhjes, hidhet në votim. A janë dakord anëtarët e tjerë të Këshillit që tek të ndryshmet të jenë? Po, pra. Ja u kam shpjegu një herë. Tashti fillo, çfarë do ti të ndryshmet, unë e hedh në votim. Nëse anëtarët e Këshillit e miratojnë, kalon rendite. Nëse nuk e miratojnë, nuk kalon rendite. Okej, unë po procedoj si gjithmonë, se shkam procedu gjithmonë, do më thënë. Atëherë, unë të ndryshmet kam për disa lagje, për disa kosha, kam për lagje numër 2 një kërkesë që është bën nga peticion që është bën nga banorët e lagjes për shtrim të një rruge. Kam dhe një sqarim për disa punime që bën gjatë fushatës, mujt fushatës. Kjo është kërkesa ime, nëse më pranohet në votim. A jeni dakord që ta fusim në rendite këtë? Kush është dakord? Numëroj pak lutem Arbër? Kush është dakord? Po, kundër. Kush është kundër? Miratohet në rendite. Atëherë, tjetër, ka kërkesa tjera? Po, së fedim. Thjesht do ta fusim në rendite. Sigurisht. Faleminderit, zonja kryetare. Jem radhë parë ju falenderoj se jeni të na fokusu me kamera, se mbledhjen e parë i fokusuat kamerat vetëm drejt podiumit. Pa. E dyta, kërkesa kena shumë, po do të kam një ankesë nga banorët e Shullasit, që është më huaj një drejt, faktikisht nuk është faj i këtij Këshilli Bashkiak, ose do me thënë kjo problem ka qenë në vitin 92. Sefedin, ti ke nevoj për me diskutu një kërkesë apo një ankesë të banorëve të Shullasit. Kush është dakord ta fusim në rendite? Numëroj pak të lutem Arbër. Kush është kundër? Kundër, miratohet. Atëherë fillojmë sipas rendit ditës. Pika e parë. Ke prap po. Ka shumë qytetarë që thonë që bëjmë kërkesë Këshilli Bashkiak me shkrim për informacione, dhe në këtu s'kam pa herë që të vinë i kërkesë që t'jetë drejtu Këshilli Bashkiak. Do me diskutu këtë pikë në mbledhje Këshilli. Kush është dakord me diskutu? Dhe dyta... Kush është kundër? Dhe dyta, në mbledhjen e ardhshme duhet na vinë drejtori i pyjeve dhe i rrugëve rurale na jap informacion për punën, për shpenzimet, për çdo gjë që kanë të bëjë me ata si drejtor. Do e fusim rendite dhe do themi si procedurë si bëhet. Atëherë, do e fusim rendite, do e diskutojmë si është procedura, si do bëhet. Fillojmë me pikën e parë. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj mars 2025. Ka më dhe unë i kërkesë. Po. Jo, prit se ka dhe i kërkesë. Unë kam i kërkesë për një familje Raman Mamurës. Ka 50 vjetë që ka jetu në një palat,
me shemin e tërmetit ka dalë jashtë projektit që ka bo bashkia. Unë kërkoj kam me që pallati ka në pronësi të bashkisë, kërkoj nga kryetari i bashkisë dhe nga mbrapa parë nga këshilltarët, kërkoj ta votojmë se është një familje që rrinë me çadër mes pallateve. Emrin e kryefamiljarit te Arbri edhe te nënkryetari. Emrin e kryefamiljarit. Edhe i ka kaluar në pronësi i bashkisë pallati, kështu që kryetari i bashkisë, bashkia i takon automatikisht për ta strehu. Jo ata që ka qenë në banim aty, po edhe një si mos ketë banim, i takon me strehu ku ka hyrje, ku ka pallate. Okej. A jeni dakord ta fusim rendite? Haj herë edhe ti kërkes. Pa. Që pa? Pa. Kush është dakord në rendite? Atëherë fillojmë me ndihmën ekonomike. Arbri edhe nënkryetari, ai majtë të shënim nënkryetar? Nënkryetar, Flori. Po, na i maj shënim si pika për këto informacionet. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike 6% muaj mars 2025. Drejtar. Okej. Shumë mirë. Rregull. Pyetje. A ka pyetje për ndihmën? Pyetje. A vërejtje, a sugjerime, a gjë a keni për ndihmën ekonomike? Po. Po. Emrat. A ja dhat emrat drejtorit? Po pse janë aq këto? Si rregull, familjet që jetojnë me 6%, minimalisht një herë në vit duhet të aplikojnë sistem. Ne kemi familje 2 vjet, 3 vjet që s'kan aplikuar. Mirë, po kontrolli Lezhë, Tirana, në vjet sistemit, i ka qurë relacion ka edhe kontrolli Lezhës dhe i ka ka të familje që duhet të aplikojnë Lezhë sistem. Do i kthejnë patjetër, s'ka talë, është familje kudur. Sistemi nuk e nxjerr fitues, s'ka problem sa gjë në momentin. Sistemi nuk e nxjerr fitues dhe ne pastaj të trajtojmë 100%. Dhe këto 5 familje, të 5 rezultojnë ju ka mbaru afati i ndeshmërisë, i reaplikimi. Nga reaplikimi para 2 vitësh, sepse ndihma ekonomike kontrollohet nga sistemi elektroteknik në Tiranë, nga gjitha institucionet. Qoftë për mjet, qoftë për tarra, qoftë për deklarim të zyra punës, se është kushti kryesor. Të 6% po të verifikojë zyrën e punës të drejtorit të dëria atje, 90% nuk shkojnë fare, duhet me ditë se ka zyrë punë. E qyjnë vetëm pensionista edhe marrë këtë e kam të gjirume. Kur i ka për zyrë punë, i penalizojnë 6 muaj, që me si penalizojnë 6 muaj, unë kam komunikuar vetë me legislatorin, kam verifikojnë një sistem vetë dhe firmin të aplikojnë. Ta ketë emrin që po të aplikojnë digje dhe smet do të ma.
Absolutisht, prandaj ne i kemi sistemuar 4 njësitë kanë zyrat e ndihmës ekonomike dhe duhet t'i njoftojmë me telefon ose të shkojnë në shtëpi direkt. Hajde apliko, patjetër që i ka shku se unë kam një rast se më thanë drejta, sa e parë bile me hadithe, Besim Markolla. Është i punë totalisht. Mirë, po ta vënë sistemi atje, nuk është parashizim me punë se djeg sistemi direkt. Dhe sa punë 6.000 pa vetë, ta aplikon një muj, pastaj në vazhdimsi edhe për 12 muj tjerë. Prandaj është bëgë ndryshim, se mora dorinë, mora të flashit, të kush u ka thënë unë me hesësh. Drejtor, atëre më 6.000 pa marë. Të shikë këto trema, Besim Markolla, edhe Mariana Piroli dhe Vjosa Davillari në mujnë prill do jenë një ekonomike. Pa diskutim. Nuk do vi projekti në Shqipë bashkisë pa qenë këto tre persona. Sepse i mora përgjigje ndërsa në gjënë gjoga ka kalu pension, nuk me dot dhe Elda Miletic Mamuna ka përruar edhe kësa i ka mura fati, por e ka thyrë disa herë së shparashit. Të shkur të regullatori, hajde të minuta, kene i problem, konsult, të lek t'i ndo, të zyre nuk shko, edhe në shpi ka shku që se ka zjetë, ndër të tre do jetë pa tjetër më 1 prill, e në atim për 12 muaj nuk leviz do. Po në viti, mjafton jenë të rikshilë të thotë, po, mjep arqyëm pësesës. Edhe kënë projekti mbrapsht. Për familje tjera që të keni vretje, edhe me emra është komplet se kam punë. Mjep një emra u projekti, thamë, mjafto, mëse e mërgoj, e që e sekretari. Duhet filan më rigohet. A s'kini pse e sekretari ju, se jo këtë i pare, këtë mjep në atje, dhe ju e vetë për sekretari. Falemderit, drejtor, falemderit. Pyetje. Pashka, kishe pyetje? Tani në cilësinë e kryetarit Komisionit të Ekonomisë, ne si komision mbledhem dhe realisht jemi dakord me miratimin e listës ndihmës ekonomike për muajin që kaloi, por kemi një vërejtje ose një kërkesë, më mirë me thonë, se qytetari të thuhet nuk ke marrë pikt. Po cilat janë të pikë? Dhe për mu, në qoftë se ka hapësina, ose t'i kërkoj të granë më nalt, si çdo qytetar ta marrë shpjegimin aty në qast, ke inspektori, ka që e trajton çështjen ndosin, nuk e fitu pikë, për këtë arsye. Me përkusa, a Zhinaf Kezori me lanë njëzit me userollat, njëzit nuk kam fitu pikë, thot, cilat janë pikët? Me a konkretizu se pse. Dhe ta di gjithë shqiptar që çdo qytetar që ka vërejtje për ndihmë ekonomike i duhet drejtu Këshillit Bashkisë me një kërkesë pse nuk ka marrë ndihmë ekonomike. Dhe jam shumë dakord me ata që tha Antoni, shumë dakord. Ka me 10 qytetarë që bojnë kërkesa bashkisë, protokollohen bashki dhe realisht nuk vinë këshill. Fenomen që nuk duhet me ndodhë kurrë. U drejtu kërkesa për këshillin e bashkisë të vinë këshill bashkisë kërkesa. U protokollu ke këshillat të vinë këshill, të morë me ndihmë këshilli. Ka me 10 qytetarë që i kanë konstatu me 10 qytetarë që kanë bërë kërkesa për këshillin e bashkisë dhe nuk kanë marrë si përgjigje. Atëherë me emra. Edhe me emra, edhe me lista, shumë e mëre. Rregull, shumë mirë që jam shumë dakord me ata që tha Antoni. Shumë dakord jam dhe fenomen që nuk duhet me ndodhë kurrë. Duhet të vinë në protokoll, bëjmë një kontroll krejt normal dhe shohim ku ka ngacë e shkres. Është gjëja më normale në botë. A hedhim votim ndihmën ekonomike? Kush është dakord? Kundër? Miratohet. Tashti, ju lutem, pa rëmuj, pa zhurmë, i pari është Laurin, vazhdo, pastaj është, kush më tha, Sefedini edhe Antoni. Faleminderit kryetare për fjalën e dhënë. Unë kam 3-4 kërkesa më sakt. Si fillim është bëhet fjalë për një kosht që është urgjent për fshatin Shullas, ku meteorinat digjen përballë vorrezave, domethënë, dhe shumë urgjente. Po ashtu bëhet fjalë për lagjen Laskaj në fush Milot, që kërkohet po ashtu urgjent një kosh për atë lagje nga banorët. E dyta, desha një sqarim për pjesën e
mujt të shetë shqiptarve që është muj i zgjedhjeve dhe fushatës, që gjithmonë punimet i lejmë në kohë fushate, që është shumë e turpshme nga ana e institucioneve, punimeve, nisqerin punimeve, tenderimit dhe koha e kur janë tenderu dhe zbatohen në këtë muj. Si funksionon domethënë, ose si keni... Tash ti a ke konkrete? Konkrete. Konkrete, duhet t'i lësh me shkrim Jo. e arbri, edhe duhet, sepse mendoj se duan kohën e vet ato, ma u pa, kur është tenderu, sa është kozgjatja, sa është kontrata. Në mujn, jemi në mujn e fushatës dhe besoj qartë e keni se kur o e dini ju institucioni o kush e di për pjesën. Bëhet fjalë për në zhej, shumë mirë që po shtrohet, po nuk është e pranueshme ditë të fundit të fushatës, pa dash me ndiku. As pak personale me që kemi edhe në kryetarin këtu. Po, pa tjetër, e thash që po shtrohet, edhe kaloni edhe nga zhormi se mirë do bani, afatin të nderimit, me sa di unë ka një afat para 4 mujor para zgjedhjeve. Lauren, për objektin, a i di, apo do t'i kthesh përgjigjen? Nëse ti i di, kthej përgjigje edhe e zaurojmë si problem. Nëse ti nuk i ndjeni, do të shkosh te zyra përkatëse me shkrim radhës tjetër. Laurin, me shkrim. Gjitha dhënat që do. Kontrata, kozgjatja, qa... Në rregull, shpresoj që do marrim përgjigje edhe me shkrim, sepse për këtë po flasim, sepse po marrim asnjëherë përgjigje. Atëherë, pika tjetër bëhet fjalë për në lagjen numër 2, është bërë një peticion nga banorët për rregullimin e ujëve të zeza dhe asfaltimin prej 100-120 metrash rrugë te poligoni që ndahet me ujësjellësin. Peticioni është dorëzuar dhe protokollu që në verë, muin korrik, dhe mirë që s'është bërë si lloj gjoje, po as përgjigje nuk është marrë. Në kryetar. Ne na thoni ju bëje me shkrim kur s'keni përgjigje, i bëjmë me shkrim dhe s'marrim përgjigje prapë. Të paktën një lloj serioziteti. A dëgjoj për këtë problem? Po këtë pys. Këtë kam këtë po pys. Unë këtë kam këtë po pys, Ded. Tjetër. Prit. Këto ishin pikat e mia. Atëre, me shkrim mbledhjen tjetër të t'japin përgjigje. Dakord, por bëhet fjalë ky peticioni është bërë që në verë dhe s'është marrë si përgjigje. Do e bëj unë me shkrim, do marr përgjigje, do kërkoj prapë, do marr përgjigje verë. Për peticionin do t'ja lejmë detyrë arbrit, ta kërkojmë protokoll, si qysh tek ku ka ngec arbër. Je sekretar, shkresa duhet ta dish ti, duhet i ndjekësh ti. Peticionin. Komuniko me Laurinin edhe do shifet ku ka ngec. A është në zyrë të bashkisë, a është nis për këshillin, a ka ardhur te ne, se tash për peticionin. Se Fedin. Ose keq. Po. Faleminderit zonja kryetare. Faleminderit të dashur koleg. Këtu ne kemi ardhur për të shërbyer qytetarëve, pavarësisht se jemi kundërshtar me njëri tjetrin, por ne do të miratojmë ato do të marrim vendimin që të shërbejmë qytetarëve aty ku duhet. Tani unë ngrita kërkesën
për Shullazin. Faktikisht unë detyrimin i kam gjithë Kurbinit, po Shullazit i kam pak më shumë se më kërkojnë, më thonë, ti thotë nuk je Malbardha, thotë po je Shullazian. Ka marrë para 400 vjeç Malbardh. Mirë po qënë, ata më kërkojnë, thotë na kanë marrë teritorin sot në 92-shin. Pra nuk është faj, nuk e di kush ka qenë pushtet, po nuk është faj jonë faktikisht. Mirë po, si që është miratu në këshill për të ndarë atë territor, duhet miratohet për të bashkuar atë territor. Ose mësëm si në Ukrainë, nesër fillojnë edhe në ndajnë malin e bardhë, ma ndajnë mal bardhë, Paleqajnisi në emër tjetër. Kështu që unë ato i kam vlezër të shimi, që unë nuk kam marrë para 400 vjetësh, duhet me vakëthy diçka. Tash se vetëm nuk po të kuptoj kush është kërkesa jote këtu. Kërkesat i kanë me dokumenta, me letra, i kanë bërë shkretit, biles janë përgatit me shku dhe në gjykat. Me këtë do mu bashku Shullazi? Të shi Shullazi do mu bashku me Shullazin. Kanë bërë një ndarje gabim për interesa, noshta vota, ku ta di unë. Kjo mos të ndodhi ma, sepse janë në pasoja. A është kompetence këshilli? Ja, ta këthem përgjigjen Arbri. Kjo se besoj se është kompetence këshillit bashkiak, Arbri thotë që është vendim më SHVKM i këshillit ministrave. Duhet me marë banorët kanë firmat, sepse kanë shkel ligjin ato, nuk i na të thamë i shumë prokurori, po të pak Ne, si kur të bëjmë të që kena kompetencë, kush është si ne? Si kur të arrime të bëjmë të tona, të VKM-ja, po gjithësësi, ti do që ti jepet për... Mund të nodhi dikun tjetër kjo? Mund të nodhi dikun tjetër? A shumë mirë që ti do me i dhanë rrugë problemit me i dhanë zërë. E morët me shakaju kur diskutova për punë e kërë pleqve. Po dhe aty është shkel ligji, pavarësisht se ato u rrugullon vetë si shumë, ne nuk jena organi drejtësis, ne jena këshill bashkiak. Gjithsesi, ajo shumë mirë që i jep zor problemit. Anton. Atë problemin e letrave që drejtohen këshillit e zëroj Pashku dhe Sproni më gjatë. Atë do ta Dyta, po bëjmë 2 vjet në këtu dhe asnjë lloj institucioni i bashkisë nuk vjen këtu për dhënë një llogari, një performancë punës që bëjnë në përzyrat e tyre. Pra unë rrugën tjetër kërkoj që të jetë të pranishëm drejtori i kullotave pyjeve dhe drejtori i rrugëve rurale. O Arbër Majshën ima? Dhe tjetër, para 3 mbledhjesh mos gaboj, unë ka qenë nënkryetari tjetër i bashkisë dhe i kam kërkuar një informacion për rrugën e poligonit që është fut në projekt për shtrim. Dhe më ka thënë rrugën tjetër do të japim një informacion dhe po bën 3 muaj dhe nuk kemi marrë asnjë lloj informacioni. Pra, edhe me shkrim që e kanë bë banorët, por edhe që ta Laurini, po është një pjesë dhe pjesë vazhdon ajo pjesë atje. Edhe pjesa që kemi bërë këtu me kërkesë në kryetarit bashkisë që ka qenë i deleguar këtu. Pra e këto informacionet, si me shkrim, si pa shkrim, ne si këshilltar pak do ta vëmë në dispozicion. Faleminderit. Faleminderit ty. Nën kryetar. Tash kur do marrim përgjigje për këta? A? Po, Uxeli, do të më marrë informacion për këtë kërkesat e anëtarëve të këshillit. Mendoj që radhën tjetër do të më kthy përgjigje gjithë. Edhe ky Albert Noci për bani dhe i pyetje për ata atje. Mendoj që radhën tjetër do të jetë edhe drejtori i rrugëve dhe drejtori i pyjeve që t'ju përgjigje edhe ty dhe Faleminderit. Informacion për çdo kërkesë tonë edhe tatile me të se duhet. Faleminderit. Skemi president. Faleminderit. Tjetër kena se
Sot kemi prit përgjigjen për punë të shtëpive dhe dyqaneve që bëni kërkesë kolegu dhe bën gjithë. Për sot e kishim, s'po shohim kërkon këtu. Pse? Për herën tjetër na tha dhe herën tjetër se çfarë. Mirupafshim.